Një person ka humbur jetën dhe 3 të tjerë mbetën të plagosur pasi automjeti me të cilin udhtonin doli nga rruga dhe përfundoi në kanal. Aksidenti ndodhi në orët e vona të mbrëmjes së enjtes në autostradën Milot Thuman, pranë fshatit Fushgjorm të Kurbinit. Sipas të dhënave, automjeti tip Volkswagen me drejtues shtetasin BC 29 vjeç ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga dhe përpasoj ka gjetur vdekjen. Gjatë transportit për në spital, shtetasi me inicialet LC 78 vjeç, si dhe janë plagosur drejtuesi i mjetit dhe 2 pasagerët e tjerë, LC 40 vjeç dhe MC 60 vjeç. Të dëmtuarit po marrin mjekime në spitalin e traumës në Tiranë, nga ku bëhet me dije se ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia rrugore, e cila mbërriti më një herë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve për rrethana të këtij aksidenti, që paraprakisht dyshohet të ketë ndodhur nga shpejtësia te normave të lejuara e drejtuesit të automjetit.